Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur, pas një jave besoj të ngjeshur me punë dhe me aktivitete secili për jush në profesionet e juaja, sot jemi gati të trajtojmë një problematikë e cila ka kohë që i preokupon qytetarët e Republikës së Kosovës. Kudo që shkon, diskutohet për ngritjen e çmimit, diskutohet për vështirësinë e shportës familjare, për vështirësinë e mënyrës së jetesës. E gjithë kjo falë të gjitha problemeve që ndodhen qoftë me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, rritjen e çmimit të shumë produkteve tjera bazike, por gjithsesi edhe atyre shoqëruese, të cilat bashkë vështirësojnë jetesën në vendin tonë. E për të kuptuar më shumë në lidhje me këto që po i ndodhin popullit tonë, natyrisht janë ekspertët e ekonomisë, ata të cilët i bëjnë ato matjet dhe llogaritjet tyre më së miri se çfarë duhet bërë edhe cilët janë ata faktorët për të cilat pretendohet se do të mund të rregullohen këto situata. Me mua në studio është zoti Jakub Bellaqa, ekspert i çështjeve të ekonomisë në nivel vendi. Faleminderit edhe mirë se erdhe zoti Bellaqa. Përshëndetje për audiencën e juaj. Përshëndetje për qytetin më të bukur të Kosovës dhe për njerëz më të mirë të Kosovës. Faleminderit shumë. Edhe unë këtu nga kjo studio ju falenderoj për secilin bashkëpunim tonin t'rregull që bëni me mediumin ton, vetëm që të trajtojmë ato të cilat janë në interes të bashkëqytetarëve tanë. Ka kohë që po ndihen të pasigurt shumë shpesh me të ardhurat e tyre financiare, shtresa jo vetëm me mesmja ose ajo cila është në asistencë sociale, por pothuajse pjesa dërmuese e popullatës kanë vështirësi me menaxhimin e financave, fal këtyre rritjeve të vazhdueshme të çmimit. Në aspektin ekonomik, si i vlerësoni ju këto gjëra që po i ndodhin popullit tonë? Po është vërtet që ngritja e çmimeve, inflacioni i lartë, kron tjetër ngritja e çmimeve. Inflacioni çdo muaj është duke u rritë për çdo ditë çmimet, edhe as më keq është çmimet e artikuj bazik jetësor, domosdoshëm, të cilët jeta e qytetarit nuk mund me ekzistuar, domethënë që e kërcënon jetën dhe konsumatorët, jetën edhe ekonomive familjare. Faktikisht faktorët të cilët dihet apo rrethonat të cilët dihet që inflacioni që është shkaktuar, janë disa faktorë. Më herët ka qenë situata e pandemisë, si rrethon, pastaj lufta në Ukrainë, mirë po sfundi që e ka vështirësuar, duke vështirësuar, është ngritja e tarifeve të energjisë elektrike. Po. Energjia elektrike është aset strategjik. Tek ne faktikisht edhe energjia elektrike ne kemi të ngjellë mbi 12 miliardë të supozuar që janë të ngjellë në Kosovë. Edhe faktikisht unë kam qenë idhëtore dhe jemi idhëtore për zgjidhje afat mesme dhe afat gjatë. Ka qenë edhe është me ndërtu një termocentralë 3, të cilën jo që kishëm pas energji të mjaftueshme, por edhe kishëm eksportuar energji. Faktikisht tashti energjia elektrike po edhe po importohet nga me çmim ndërkombëtar. Ne jemi vendi me ekonomi të vogël, mbi 10 miliardë euro me bruto produkt vendor, domethënë më të vogël në rajon e kem. Gjithashtu me pagë minimale më të ulët, domethënë 350 euro në rajon, në Ballkan, po edhe në Evropë. Gjithashtu çmimet elementare bazike janë më të larta, domethënë domosdoshme janë më të larta se në vendet perëndimit në kohë të fundit. Ndërsa paga minimale, paga mesatare, faktikisht janë më të ulta në rajon, edhe pagat ndosit në disa vite ngritet, një ngritje simbolike, ndërsa çmimet, inflacioni për çdo ditë. A ka pas mundësia, apo ka mundësi që të ngritet paga, sipas literaturës më të avancuar, domethënë ekonomike, edhe domethënë në çdo shtet të zhvilluar, faktikisht në fund të vitit kalendarik, nëse ka pas rritje ekonomike 5%, çdo vit në bazë të rritjes ekonomike ligjërisht të obliguar që të ngrit pagat. Vetëm në sektorin publik ka gjithmonë Nivel rritje ekonomike, nivel kombëtar. Po.
Nëse ka pas bruto produkt 5%, ose rritje ekonomike, ajo rritje ekonomike duhet më përkthyer në qenie ekonomike dhe sociale, duhet, aq sa ka pas rritje ekonomike, duhet ngritë pagat, sektorin publik, mirë po edhe në sektorin privat. Sektori privat është arterja, dhe me thënë që e zhvillon ekonominë, krijon të hyrat, sektori privat duhet vlerësuar, duhet mbështet me ligje më të mira, duhet më avancuar, drejtat e punëtorëve duhet respektuar më shumë. Për shembull edhe kontrata kolektive, ajo është kushtetuar për punëtorët. Aty janë gjitha shpenzimet, gjitha beneficionet, drejtit ka të garantuar. Sot mësimdhënësit për shembull janë pa kontratë kolektive. Është keq. Është keq, është edhe vetë fakti që janë diskriminuar, ne jemi në shekullin 21. Ne jemi duke aspiruar që të jemi antar e Bashkimit Evropian. Qysh mund të bëjmë antar e Bashkimit Evropian kurse ne nuk kontribuojmë edhe baza ekonomike përcakton superstrukturën juridike. Po, zoti Bellaqa, çmimet po rriten, vështirësia e kostos familjare është e vazhdueshme, por një detaj që të bie në sy dhe nuk të pëlqen këto rrethana është organizata asnjë cent me veti organizon protesta, protesta popullore që do duhet të ishin prej krejt qyteteve, por nuk shohim shumë qytetar. Dalin, bërtasin, shkruajnë në rrjetet sociale, por nuk e mbështesin sa duhet këtë kauzë kaq të rëndësishme nga ajo organizat. Po është e vërtet, nuk e mbështesin sepse ne jemi popull i politizuar, edhe ekonomia është e politizuar. Unë çdo intervistë gati, ndoshta në intervistat e shumta domethënë që gjithmonë e theksoj dhe prapë ritheksoj se agenda ekonomike duhet dominoj përpara agendës politike. Po, shumë e vërtetë. Sepse një vend është i fuqishëm nëse ekonomikisht është i fuqishëm dhe funksional. Nëse ka një bruto produkt vendor më të madh, nëse rrit ofertën vendore, rrit produktivitetin, rrit punësimin, jo 80% importohen. Ne kemi tokën kualitative, pasurinë nëntëksore, mbitëksore, pastaj ka aseti më i shumë është kapitali human apo njerëzor, kemi të kualifikuar, ndërsa pas kualifikime, qoftë studime superiore, detyrohen për shkaqe ekonomike që detyrohen shkojnë në vendet e perëndimit, punëtor krohus ose. Si nga ajo që keni pa ju, ka shumë djeme vajza të reja që po jam mësojnë mërgimin këto rrethana? Përgjithësisht. Sepse shpesh shohim sikur ka ra numri atyre që po lëshojnë Kosovën, vjen një informat tjetër pas një kohë shumë të shkurtër, të rinjt po ikin, jo vetëm, por edhe të rinjt me profesione të ndryshme, jo vetëm ata të profesioneve bazike. Ka përgjithësisht ka raste që po shkojnë jashtë Kosovës, është dukerisht shqetësuese. Kështu që shoqëria shtetit duhet bëjë më shumë. Faktikisht këtu që si që ceka, sidomos se paga minimale, unë jam i thar që duhet ngritur për shembull, nga 350 duhet të shkojë 500 euro për shembull. Unë e shoh Kosovën në trende normale zhvillimore nëse është sipas rajonit. Po. Gjitha ekonomitë e rajonit i kanë pagat minimale më të larta se sa. Më të larta 500 euro, vetëm Shqipëria ka, po prapë se prapë ka propozuar që të jetë më lartë. Këto zgjedhje ka propozuar kogja shumë rritje. Bruto produkti i Shqipërisë për shembull është mbi 20 miliardë euro. Ndërsa po ka Maqedonia, Malezi, ato për shembull në vende më të vogla se tek ne, po ekonomikisht shumë më të zhvilluar. Pagat ka më të larta. Edhe ne shtylla, ne varëm nga disa shtylla për shembull zhvillimit ekonomik. Shtylla kryesore, themelore, zhvillimit ekonomik është konsumi. Nëse i ki rrit pagat, i ki rrit pensionet, faktikisht edhe si sektori privat ashtu sektori publik, faktikisht ato rrit fuqia blerëse. Ajo shtyllë do të zhvillohet, do të rritet edhe, do të ketë edhe rritje ekonomike. Nëse i përmendim gjitha këto dhe si kemi parasysh këto që po thoni, apo jetojnë apo nuk po jetojnë si duhet qytetarët e Republikës së Kosovës. Nëse ka një familje
5 antarëshe, 4 antarëshe që jeton me të ardhura, sa është rroga minimale në Kosovë. Ata merr mendja që ata po bëjnë një jetë normale apo nën mesatare? Nën mesatare, duke mbijetuar prej muajit muaj. Edhe sepse për çdo ditë çmimet ngritën. Vetë fakti që është paralajmëruar, ende pa aplikuar, domethënë si arsyetoni këtë? Arsyetoj këtë, faktikisht është situatë shqetësuese. Çdo qeveri do duhet të ketë prioritet numër 1 ekonominë, çështjet ekonomike, zhvillimin ekonomik, edhe ta ngritë mirëqenien. Një qeveri është e suksesshme nëse i lufton dy krah, domethënë inflacionin në një krah edhe papunësinë. Në këtë rast do gjendet masa ndaj inflacionit në mënyrë që të luftohet inflacionit, të ketë një inflacion normal, për shembull 2-3% vjetor, për shembull, ose në ekonomitë e zhvilluar faktikisht, jo inflacioni për çdo ditë të ketë ngritje, për shembull. Sot çmimet produkte elementare bazike kaq nesër janë ngritur. Tek ne duhet institucionet përgjegjëse, sidomos inspektorati i tregut, duhet të ketë inspektor më shumë, duhet veproj, duhet dalë në teren më shumë, veproj sipas ligjeve nacionale, direktive të Bashkimit Evropian, gjithashtu autoriteti i konkurrencës duhet të forcohet. Pastaj edhe banka qendrore, përpas që ka në politikat e veta monetare, që të avancoj politikat e veta monetare, edhe rolin mbikëqyrës në aspektin financiar, çdo bankë qendrore ka duhet të ketë edhe stabilitetin e çmimeve. Ka rol është në çdo bankë. Gjithashtu duhet të bashkëpunojnë gjithë aktorët ekonomikë. Duhet të bashkëpunojnë administratët hetimore, duhet të bashkëpunojnë odat ekonomike, duhet të bashkëpunojnë dogana e Kosovës, autoriteti i konkurrencës, në mënyrë zëngjërore, në mënyrë që agenda ekonomike dominoj përpara agendës politike edhe popullet veprojat mendoj sipas logjikës ekonomike, jo të politizohet. Kurse e ceker shoqata asnjë cent më shumë për shkak se për shembull X partijës mos t'i cekë me emra, elektorati X partijë më të mëdha nuk del absolutisht se për shkaqe partijës, edhe pse i vështirësohet gjendja. Për çdo ditë, i ngritën çmimet. Tubimeve publike, politike, janë plot kur ka fushat. Pikërisht ata njerëz shkojnë për tubime politike dhe i mbushin sallat. Po tek ne edhe politikanët janë jo serioz. Faktikisht ne kanë fjalimet bukura, poezit bukura, mirë, por do duhet dihet që mirëqenia ekonomike dominon mbi poezitë e bukura edhe fjalët bukura tebe. Se është shqetësuese. Ndonë se vendimi zërejës për rritjen e çmimit të energjisë elektrike prej 16% u mor, ndërkohë erdhi një vendim nga avokati i popullit që nuk duhet të fillojë zbatueshmërinë nga 1 maj derisa të thjesht të trajtohen të gjitha ankesat e qytetarëve, e në anën tjetër bizneset prej asaj dite kur u mor vendimi i rritën çmimet. Ku jemi në këtë boshllëk? Çmimet pastaj nuk ulen nëse avokati i popullit nuk lejon rritjen e çmimit të energjisë dhe çmimet tjera mbesin të rritura. Po faktikisht ZRE-ja si organ, domethënë është rregullator, jo agjencion qeveritar, rregullator që i përgjigjet Kuvendit Kosovës. E vetë fakti ZRE-ja është domethënë me rregullu tregun. Faktikisht ZRE-ja asnjë ligj qoftë nacional, qoftë direktivë të Bashkimit Evropian, nuk ka në ekonomi të ligjit tregu që i cakton përqindjen e çmimit kaq. Pretendoni se do duhet kishte ndonjë reformë energjetike, ndoshta më mirë se sa reformë energjetike mirë, po ZRE-ja është do duhet të jepte një vendim që tarifat janë të larta apo të ulta, jo me caktuar kaq. Për shembull, jo me domethënë prej e një operatori që i fryn shpenzimet, sepse ajo udhëhiqet nga interesat komerciale të veta, si kompani, Keci, në këtë rast është operatori huaj e dimna, për arsye që ka monopol në treg, tregu duhet energjisë duhet të liberalizohej, jo, do të thënë duhet si të cekë më herë, duhet të ketë
një termocentral për shembull Spoku me 100 milion çka shpenzohen për rrymë. Prej vitit 1999-2024, 3 termocentrale ishte ndërtuar në Kosovë. Por vetëm pozitë dhe opozitë mos ta kishin politizuar ekonominë. Po ju ka mungu vullneti politik, edhe mungesë vullnetit politik s'kanë qenë serioz, nuk e kanë ndërtuar pse ka propozuar X partia që në pushtet, kjo në opozitë e dim jem dëshmitar, edhe nuk e ka mbështet, edhe faktikisht e dim kompanit që ka pas para disa vite, kush ka psu popull, ka psu ekonomia. Me një vend nuk mund më zhvillu ekonomia nëse nuk ka një energjetik të zhvilluar, për shembull, këtë rast për shembull. Sepse në asnjë vend faktikisht nuk mund të më zhvillu ekonomia tek ne do duhet reforma të thella energjetike, do duhet të ketë energji stabile, do duhet të ketë energji që me çmimet e tregut, jo çmime mbi tregut. Çmimet zakonisht do të krijohen bazë të ofertës dhe kërkesës, gjithashtu edhe krijohen bazë kostos direkte. Vërtet. Për çdo produkt, për çdo shërbim, ju mbi tregun, ju të caktohen çmimet kaq, ta vërtetësoj. Momentin ku ka ngritje çmimet të energjisë elektrike, gjithë zinxhiri furnizues, gjitha çmimet elementare bazike ngrihen. Domethënë, bizneset kanë të drejtë që i rrisin. Bizneset faktikisht do duhet mendojnë edhe për jetën e konsumatorit, jetën e qytetarit, pavarësisht, sepse nuk duhet biznesi është normale në ekonomitë që 15-20% marzhën e fitimit, jo 70%. Se preqiti popullit po pasonohet. Gjoshën mëngjes, eshe bukën 70 cent, eshe 1 litër qumsht 1 euro e 30 cent, eshe 1 kilogram patate 1 euro. Do më thonë, veç ata produktet elementare, ndoshta për të bërë një drek ose një mëngjes, sa do t'i kushtoj shportës familjare? Edhe një fakt, në ekonominë, se shumë kush në ende ndoshta pak keq kuptime, po ne ende e vendet tranzicion sigur në vendet e rajonit, nuk e kena kuptu ekonominë e lirë tregut ashtu si që duhet. Po ekonomia e lirë tregut funksionon në bazë të ligjve. Që nën kupton? Që nën kupton se ekonomia duhet jetë e kontrolluar. Çmimet duhet jenë kontrolluar nga shteti, jo çmimet administrative të caktohen. Nga kusht kontrollohet kur sa pak inspektor tregut kemi? Po tash për shembull unë kam qenë thtar, ka qenë ligj për produkte elementare bazike në kushtetuese ka deshtu në aspektin juridik, po në aspektin juridik ndoshta ka deshtu atë respekt për, domethënë. Mirë, po në aspektin ekonomik faktikisht Kosova ka psu, sepse çmimet do duhet rregullohen. Aty caktohen çmimet tavan dhe çmimet dyshimi. Marzha fitimit kaq. Mirë, po nuk mjafton vetëm ligji, duhet me gjetë mekanizma me zbatu ato. Momenti ku ka një ligj për produkte elementare bazike, në çdo shtet me ekonomi të zhvilluar, edhe të rajonit, për shembull Kroaci, Maqedoni para luftës, para pandemisë, vërtet, ka qenë e kanë përgatitur, kanë miratu, edhe në perëndim është që ka çmim për elementare bazike. Dikon për shembull përfshin një farmasatore 320 produkte elementare bazike, ushqimore, bujqësore, blektorale, të ushqimit, higjienit, gjithë ato. Që nuk jeta qytetare të ekonomive familjare, çdo familje që është nuk mund më jetu pa ato, është jetike ato, edhe ato na kishin lezuar se tek ne çmimet jo elementare nuk janë të larta. Po tash indeksi çmimeve për shembull, pe shoh të statistikës që është. Po. Çmimet elementare bazike dhe jo bazike, janë aty në fund tranglisës i bën që s'ka inflacion të lartë. A ne qëtë vetëm çmimet elementare bazike, dhe shihet pastaj sa del. Tash populli po thotë se tash është e vërtetë që qeverit kushdo që të është në pushtet, jo tek ne, manipulojnë me tregos makroekonomik. Po, kuptohet. Me komponent rritjes ekonomike thotë 4%. Po me kthy ato në terma real ekonomik as 2%. Pyeteni qytetarë nëse një familje nëse 4% ka rritje, kush pe vrejnë? Ekonomikisht për shembull. Që po i teprojnë ato para në fund të muajit. Absolutisht. Për shembull, unë kam qenë udhëtar, bile që jemi vend 7% mbi 7%. Do duhet të ketë rritje ekonomike që kishte qenë konkrete, e prekshme, që i rrit oferta vendore,
Dhe më thënë, shumë produkte që importohen, ne duhet i prodhojmë. Zoti Bellaqa, unë për shembull të njëjtin produkt, cilin e konsumoj në Kosovë, e kam pa me çmim më t'ullët në Itali, të njëjtin e kam pa edhe në marketet e Gjermanisë. Si është e mundur? Si ata çfarë të ardhura kanë dhe kanë mundësi ato produkte që janë elementare me i ble shumë ma lirë se sa ne këtu me këto të ardhura. Arsyeja se ata ekonominë e kanë nën kontroll. Nën kontroll. Ekonomia, pse për shembull Gjermania, Italia me 100 vite kanë zhvilluar ekonomia e lirë tregut. Ekonomia duhet të jetë nën kontrollin e shtetit, jo ekonomi centralizuar. Ekonomia centralizuar është socialiste, aparati shtetëror i cakton sa produkte me prodhu, edhe kaq. Ekonomia e tregut je jaftë, do me punu. Shteti duhet më mbështet me të kriju ligje para kushte dhe kushte, mbështetje me ligje të mira, me subvencione për shembull në eksport. Tani për shembull mi mbrojt prodhimet e brendshme, tarifet për produktet importuese me stimulu produktivitetin brendshëm, prodhimet e brendshme, që të zhvillohet ekonomia, është normale. Tarifet me vendet. A duhet pastaj edhe produktet vendore që të arrisin cilësinë? Po është vërtet. Nuk është që s'kemi pas vrejtje të konsumatorëve në cilësinë e disa produkteve vendore, jo të gjithave, por disa prej tyre. Po tek ne për shembull po morëm nga si degë ekonomisë më thjeshtë është krijohet edhe ushqimi, për shembull bujqësia, produktet bujqësore. Produktet bujqësore, domethënë në sezon në shumë biote ne, tek ne. Po të vetëm disa muaj. Do duhet që të ketë politika të avancuar që 12 muaj të ketë produkte, sikur kanë vendet e rejonit. Të importohet nga Maqedonia ose vende tjetër ato, për shembull vende tjera. Produktet bujqësore do duhet të industrializohen. Ne jemi me një model të ekonomisë që është domethënë linear. Ne do duhet të kalojmë nga ky model linear dhe duhet të kalojmë në ekonominë qarkulluese. Për shembull betorina, të gjitha ato duhet të riciklohen prapë në këtë produkt ka shumë. E gjitha ato e sikur vendet e perëndimit. Çdo sen për shembull produktet bujqësore do duhet të industrializohen, të kalojnë në ekonominë qarkulluese. Po. Do duhet mbështesen me politika domethënë qoftë për bujqësi, qoftë për blegtëri, në industri. Zoti Bellaqa, nëse kjo rritje e çmimeve është e vazhdueshme. Tash prapë është zhagitet ky vendimi i ZRE-s, sepse avokati i popullit e kthei përgjigjen dhe të shohim deri ku do të shkojmë me këtë zhagitje. Hyn në internet edhe sheh shumë kafiteri publikojnë fotografi se do të fillojnë me rritjen e çmimeve edhe të kafes edhe të artikujve tjerë që ekspozojnë. Sheh komenta aty që thuhet që kafja nuk është e domosdoshme, asnjë lang në një kafiteri nuk është bën edhe pa to. Mirë po, në anën tjetër ka shumë njerëz të cilët i kanë të përditshme ato shpenzime. Tash edhe në këtë fushën e gastronomisë është paralajmëruar rritje. Është paralajmëruar edhe në Prishtinë ka rritje disa. Për shembull kafe është 1 euro, tash si është paralajmëruar 1 euro gjysmë disa, po tregojnë disa shok. Po faktikisht ato siç e thekam herët, çdo çmim caktohet në bazë kostës direkte. Çfarë për shembull çka ju ka rrit më shumë shpenzimi energjisë elektrike për një kafe kur në atë aparatin 30 sekonda realizohet procesuar tajfar kafja për shembull. Ose i langut për shembull ose i langut çau shpenzu më shumë. S'ka kurrë arsye. Në frigorifer ndoshta rryma ajo po. Pra arsye do duhet për shembull të veprojnë ligje të mira që se cekel. Domosdosh duhet të qenë një ligj i strukturuar për produktet alimentare bazike edhe përcakton margjën e fitimit. Jo 70%, 50%. Edhe tjetra autoriteti kosovar i konkurrencës në 2004, të cilën është themeluar me faktikisht ai do duhet të forcohej, se forcohet për monopolet e mshefta, kartelet, të cilët janë mshefta, që i bojnë bizneset, ato jo biznesi mi sektuar çmimet. Po biznesi nuk duhet mi caktuar tregu, konkurrenca. Për shembull në energjinë elektrike nuk është tregu liberalizuar, është vetëm një shpërndarje
energjisë elektrike, faktikisht ka monopol ai cakton çmimet. Thotë nëse nuk është shpërndar rrymën, jetë një pa rrymë. Kollaps ekonomik, qytetar as strategjik. Kjo është përsëri që 25 vjet. Nuk kush e ka fajt këtu po dihet. Po. Thjesht ekonomia publike, Si po mbijetojmë me kështu në këto kushte? Po ne jemi popull shumë i fuqishëm gjithmonë na ka shku tu mbijetu. Edhe kështu që ne duhet ndryshuar vetë gjendjen. Një popull nuk e ndryshon gjendja, a Zoti nuk e ndryshon nëse vetë nuk e ndryshojnë. Po shpreh tash po. Çka do duhet me bo popullin? Ne do duhet për shembull që do të ketë reforma monetare, reforma fiskale, tatimore, faktikisht për shembull të veshëm mblidhet edhe në kufi edhe brenda, veç Kosovë kjo. Në kufi ende pa shit produktin e mbledh të veshën. 18%. Edhe pasi ta shet konsumatori fundit që e mbledh për shembull dhe shet i paguon konsumatori fundit. Kjo veç përsëritjen e përfshate nuk e eliminojnë. Këto duhet të hiqet. Pastaj 18% për produkte elementare bazike, për shembull do duhet caktojnë për shembull norma të VSH-s 5% për shembull. Edhe diçka zoti Bellaqa. Shumë artikuj i kemi 9 euro, 99 cent, 20 euro pa 1 cent krejt. Këto 1 centshat të cilët ndoshta për kompaninë janë shumë të rëndësishme, pse është ajo vetdia e qytetarit, aq e ulët që nuk e merr apo nuk ja jep biznesi. E në të njëjtën kohë, në fund të vitit, thuhet që kompanitë kanë fitime marrament se pikërisht prej këtij 1 centshit. Arsyeja është po më vjen keq më shpreh, po na mungon civilizimi. Kultura, s'kem kulturë të lartë civilizimi, as në ekonomi edhe kështu. Sepse në perëndim, për shembull në Gjermani, unë vetë prindin ka punu, nëse të shonë tjetër botë, 42 vite, qysh shkollë të mesme kom shkue, në gjithë herë në përshënime kom shkue. Edhe shansë Gjermanit s'ka pas për shembull që Mos me ja marr. Edhe ka qenë shumë i pasur. Përnor biznese, jetën e standardin, në gjithë ato tek ne e lënë. Ata për shembull unë shoh marketet e mëdha për shembull. Sa mund fitojnë ata merr në një vit? Me çato 1 cent që i kanë, me çato shitje që i kanë, gjithë punëtorët i paguajnë shumë. Ajo është milioner për shembull, ne vetëm pse nuk ja kthen konsumatorit që atë 1 cent. Ne i kemi fajt. Ne duhet ngritet mirë, po në mungon për shembull që thjesht odët ekonomike që kanë X antarë të biznesve, institucionet ekonomike, dhe me thënë, ndryshëm në Kosovë, do mungon promovimi, do duhet me marketingu, në ekonominë e lirë tregut moderne, marketingu ka shërënësi shumë të madhe, do duhet të ngritë vetdijen ekonomike, qytetare, në për çdo qytet, në për çdo vend banim, do të për shembull do të për me ftu investitorë të jashtëm, do duhet të bëj konferenca për shembull në nivel vendit të rajonit dhe në nivel evropian, për shembull që mi ftu investitorë që ne jemi vendi që krijojmë këto kushte, këto. Këto ligje janë këto, ky ambient është i bëhet biznes, ne ofrojmë çdo kushte, edhe thjesht mi stimulu. Mirë, po tek ne thjesht gjithçka është e politizuar, fatkeqësisht. Edhe ma keq që është ekonomia është e politizuar, nuk duhet të jetë ekonomia politizuar, njerëzit do duhet të mendojnë, veprojnë sipas logjikës ekonomike, më marrë me ekonomi familjare. Ekonomi familjare është nëse anëtarët e familjes e ndihmojnë njëri tjetrin. Me kalu muaj nëse pavarësisht obligim ko. Kështu që edhe në aspektin nacional, dhe me thënë, do duhet institucionet bashkëpunojnë ekonomikisht. A do thot kjo se njerëzit të cilët ndër vite, po flasin për Kosovën e pas luftës, që kanë pas kuletën e shtetit në dorë, sikur nuk i kanë bërë ato investimet sa duhet në sektorin e ekonomisë? Po. Dash me këshëm, mos po flas me qeveritë, për gjitha qeveritë, vetëm 50% në gjatë mandatit investimit kapitali kanë realizuar jetët. Dhe mjetet tjera? Ma shumë se 50% asë në qeveri. Dhe më thënë, investimet që i ka caktuar për investime kapitale vetëm 50%. Keq është kjo. Normal do duhet që
të shpenzohet gjitha ato dhe do të një borgjë për shembull. Për me arrit një mirëqenie më të mirë qytetarit. Tek ne çdo qeveri mburret thotë borgji publik është 19%. Është 19% është se ne ekonomia varfër, e vogël jemi. Disa statistika për shembull në Amerikë është 110% borgji publik. Po Amerika dominon këtë botën. Nëse jemi Amerikë kuptohet po veç po dominon. Është e vërtetë që për shembull te 40% ose duhet me rreth 70% është, po ato borgje publik që do të thonë kredit e jashtme të brendshme për me investu, për me kriju një produktivitet ekonomik, do të thonë me rrit produktiviteti, me rrit shërbimet që gjenerojnë punësim, që krijojnë punësim edhe në sektor strategjik, jo për luks për shembull ose për shembull. Kjo vështirësi atëherë do të rriti për shembull. Kjo vështirësi ekonomike shpesh i detyron familjet tona edhe t'ja mësojnë bankave, të marrin kredi, ndoshta për zgjidhje të problemeve shumë të vogla për të kaluar ose nga muaji në muaj ose për të zgjidhur një status familjar ose diçka tjetër, ndërkohë që edhe interesat bankare janë të jashtëzakonshme në rritje. Që do të thotë qytetari fal kësaj situate, po për me bë një zgjidhje po vështirësohet ose thjesht po varfërohet edhe më shumë. E vërtet. Ato e më shumë nga banka marrin kredi konsumuese për me mbijetu. Jo nuk morën kredi për shkak me investu për një biznes. Për me qarkullu biznes, me rrit ekonomi familjare ose me themelu një biznes ose me tutje. Interesat e bankës ende më të larta në rajon. Për shembull 6.2% mesatare është në Kosovë më të larta se në rajon. Kjo është shumë e lartë. Unë kam qenë udhëtar edhe normale do të ishte 3.5% për shembull. Po. Mesatare. Tek ne bankat fitojnë më shumë, ndërsa në vendet e perëndimit, bizneset dhe qytetarët fitojnë më shumë i bankave. Tek ne është e kundërta. Këtë rast për shembull, banka qendrore, të cilët janë lëshon licencën, që ka mandat me monitoru, me lëshu licencën, edhe me rregullu tregun monetar, edhe disa mandate të tjera, ajo do duhet që të jetë më aktive, më serioze në këtë rast. Për shembull, sikur që ka pasur raste para disa vite, dy banka të jashtme, të cilët kanë premtu me propaganda ekonomike ndryshme që kredinë e kanë dhënë kanë falimentu. Po. Po, mirë po tash në këtë raste banka qendrore është detyruar mirë po vonë. Banka qendrore do duhet ta monitoronte vazhdimisht, se në çfarë licencë për shembull për 5 vjet do duhet çdo vit. I ka inspektorët. Vet, po ka pak me siguri, jo, për shembull, gjithë jo, ka pak për shembull, mirë po ka pak inspektor. Do duhet të ketë inspektor më shumë, do duhet të jetë më konkret, sepse banka qendrore në formë qeveri është çdo shtet. Sa mendoni se do duhet kishte të ardhura financiare një familje 4 antarësh në Kosovë? Po, shiko, tash ta ketë një jetë mesatare. Mesatare, une rrogë netë mbi 1.000 është edhe pse pak, të disa antarë të familjes, sepse jeta është kosta jetës është rritur shumë, produktin është rritur shumë, faktikisht sepse do të ndojmë jetë për ushqim, për banim, se dikush me qero. E vërtet. Për me arsimu fëmijën, për shëndetësi tek mjeku, po dhe për të mjat lukë, sepse jo, se ne jetë materiale është, botë materiale është, du të me shëju ato, për shembull për me shkun tykon mushetit ose... A i bie kjo që qytetarët të cilët kanë të ardhura nën këtë vlerën që e thoni ju, i duhet vetëm më dalë punë, më shkun shpe, më hongër boke dhe me vazhdu ditën tjetër. Nuk duhet mendoj për këto gjëra tjera. është të mbjetuar. Momenti që prej muajit muaj është duke mbjetuar, sepse nuk e ngrit diçka mirëqenien ose kapitalin e ekonomisë familjare, ose absolutisht. Kush e ka këtë luks në Kosovë?
Kush mendoni? Cila kategorie të punësuarve i kanë këto lukse? Po, thjeshtë një elitë politikanëve i kanë këtë luks. E kanë këtë luks sepse përmes politikës kanë përfitu, po përfitojnë biznesi maj suksesshëm, maj fuqishëm. Sepse po ndëgjoj tash para 2 ditë, dikon për 39 minuta, ka 750 euro. Është vërtet kjo? Duhet i marrin ata. Si pas ligjeve aktuale duhet. Nuk e rastësisht. Po. Media, kjo është një popull i varfër me ekonomi të vogël, për shembull. Ato si meditja është ajo. Po, plus rroga e deputetit. Po. Edhe pse mos me 8 herë 10 herë me dështuaj. Po. Pse me qëllim kretë dështuajnë se të prapë me marrë. Ata nuk e shprehen, po ligjet ekonomike në më të fuqishëm se sa ligjet politike. Po. Edhe luftat gjithmonë janë bërë për çështje ekonomike, jo për çështje politike, po nuk shprehen. Unë mendoj si ekonomist. Sot një familjar me të ardhura mesatare nuk guxon të mendoj me shkollu fëmijën diku në një universitet në botë, sepse nuk e ka atë luks, ose në një universitet publik që ka kosto në shtetin tonë, privat, por duhet mendoj vetëm në universitetet publike që fatmirësisht janë pa kosto financiare. Si ndihet ai kur përgatitja e tij profesionale është e njëjtë me një qeveritar, për shembull? Po, kjo është zakonisht në vendet... Është dhëmshme, ha? E dhëmshme është dhe shqetësuese është, mirë po tek ne duhet ngritur vetdia nga gjithë qytetarët mendojnë më shumë për vetveten, për familjet e veta, dhe mendojnë sipas logjikës ekonomike, faktikisht besimi është i shenjtë. Po. Nëse ti jo të shkon vota, po shprehën në gjuhën e popullit me misitni. Po shprehën kështu. Siç po dëgjojmë javën e fundit, jemi duke i dëgjuar edhe këto. Ku është demokraci, është kjo që dy bashkëshorët për njëri tjetrin nuk e dinë për cilën parti ka votuar, është demokraci. Pse është vullnet i lirë. Vullnet i lirë, kush mendon se ja përmirëson jetën. Edhe thjesht në çështjet ekonomike vetëm në fushata cekën për shembull ose proklamon ose sloganet ndryshëm mas fushata fare së mire. Zoti Bellaçi, a ka ndonjë sinjal se do të ndryshojnë këto gjëra apo do të shkojnë tutje në aspektin ekonomisë? A do të vazhdojë të varfërohet populli i Kosovës nëse këto rritje të çmimeve vazhdojnë, këto normat e interesit kredive rritën, qeveritarët e shikojnë luksin e vet, e këto faktorët të cilët i përmendëm? Po duhet të ndoj ligji, ma shumë, se me në ekonomi, me në shtetë që nuk së ndoj ligji. Atë themi gjithmonë, por sa agjenë mos ndimi ligjet është kjo një farë gjysmë anarkia, po anarkia më stëmë, me keqardhje. Gjithashtu do të luftohet informaliteti, se është shumë i lartë, të gjithë bizneset, është shumë i lartë. është më herët ka qenë një si mas statistikës zyrtare dikon 39%, ka rënë 35%, për shumë 3.6 miliard buxhet është miratuar. Mu vjell edhe mu luftujmë informalitetit si që duhet, mbi 7 miliard ishë në Kosovë. Do të kishën gjithë pagë më të mirë. Sektori privat do duhet më shteti shumë më shumë. Tash si ka në fillim, kontrata kolektive është kushtetut për punëtorët. Ka këtë beneficione, ka shpenzimet që paguën të udhëtimet, shujtën, pagën, drejtat e veta, për shumë si kur t'ja mërmende, pse... Po kontrata kolektive dështoj pikrish për atë shujtën e për atë udhëtimin e për këto elemente dështoj kontrata kolektive. Jo, punëtorët për shumë privat, nëse ka 8 orë, të 2 orë vazhdojës nuk e paguën, ose edhe ato që ka paguën për shumë e shtynë, ose këtë dhe ose edhe diskriminon e fynë, su që shpon të gjaj. Thjeshtu në shone për lokalet ndryshme, qoftë në Prishtinë, për shumë, e dytërojnë punëtorin në sektorin privat të fjole, që qoftë në për botika, qoftë në për veprimtari tjera, edhe nëse s'ka klient, me najtë në koma të në. Kemi përdit në qendra tregtare, që i shofim edhe aty të arka, për shambull. Nëse klient e aj 8 orë me najtë në koma, pa... Po. Qka është kjo?
Kjo është diskriminim. Diskriminim. Krejt okej është konsumatori, është klienti, është mbret këtë në mbrana lokal, krejt okej, mirë, po jo kësë është aty me po, veç pëse thot unë paguj, ty pagën, të ashtë ti, patë s'bat punë, ti me najtë, kjo është diskriminim, sepse është pëceki me qëllim se o dita punëtorëve sot. A ndodh kjo dhe në vendet e Evropës? Nga përvoja juaj, po në vendet e Evropës gjithë shka paguhet. Nëse të thot ti që rrinë komë të paguj ekstra, do është të stimulojnë, dhe me thënë, mjetët financiare stimulojnë ose... Vikendeve paguhet ndryshe, apo? Vikendeve ndryshe, gjithë shka. Mirë, po tek ne, këto çështje do duhet të rregullohet, do duhet thjesht, do duhet këtë vend të udhëhesh njëri që ka një uri ekonomike, zgjeruar, të ekonomisë lirë të rregull të avancuar, edhe që një procese shëndetësore. Pastaj, për shembull, një ndër ligjet, për shembull, veç cekës çdo vit, çdo qeveri sigurimi shëndetësor. Sigurimi shëndetësor. Dhe asnjëherë. Kjo është jashtë normale, s'është mos më pas, sigurim shëndetësor. Shekulli 21 vjet është duke u folur për këtë punë. Edhe nuk është kosto e lartë për me miratu. Para disa vite kum pas ndëgju, në pas një studimi fizibiliteti mbi 200 milion euro do duhe. Po. Për nuk është shumë e lartë, ase pa përballueshme që të miratohet, sepse shumë çështje kish rregulluar. Shumë e vërtet, sigurimi shëndetësor, po. Tek ne, si tash, pastaj rezervat shtetore, strategjike, produkte elementare, do duhet rritë më shumë. Për situata emergjente, jo s'ka rezerve shumë pa ka, ose qëto që për shembull për kretë në kohën orientojnë e shpenzojnë për diçka tjetër. Këto janë jo serioze. Edhe diçka për fund. A mendoni që vendimi i avokatit të popullit për pezullimin e rritjes së çmimit deri në trajtimin e ankesave do të çojë në anulim të këtij vendimi? Po në kushtetuese, tash edhe vetëm adresë kanë vetë kushtetuese, për shembull, nëse mund me anulu këtë vendim. Avokati i popullit ka të drejtë vendimi. Po avokati propozime. Po kushtetuese është me dinë prejnë. Po. Ajo është mirë që është avokati i popullit. Është një lajm, një sinjal i mirë. Po, mirë, po nëse avokati i popullit e çon për shembull kushtetuese merr një vendim favorshëm, lehtësisht me siguri merr favorshëm, atëherë faktikisht se edhe në çdo prioritet ose në çdo agent qeveritore, numër 1 do duhet të ishte shëndeti ekonomik i popullit. Ekonomia është qoftë publike, qoftë private, sikur një ujë në lumë, nëse del për shtratit, shteti do duhet mos ta leje me del për shtratit. Ta qetë një mbrojtës që të hes shtratin e vetë. Këtu ka dalë për shtratit. Kanë dalë për shtratit vetë fakti që kemë statusin e ekonomimi familjare, faktikisht shtres mesatar s'ka fare heq. Janë dy ekstremet, ha? Dy ekstreme. Për shembull, ai do duhet për shembull që të ekzistojë të themelohet shtresa e mesme, sa e mban shoqërinë, e mban shtetin, gjithë ato. Edhe do duhet ndryshuar, për shembull, është një fat i madh se diaspora është shumë e fuqishme, po diaspora dërgon remitenca. Remitenca do duhet shndrohen në investimet direkte, sektor strategjik. Çfarë po shndrohen në investime të patundshmërisë? Patundshmërisë edhe ato në remitenca, derisa i bin kohë, shpenzojmë ato në remitenca. Nëse diaspora investon, që është e fuqishme, në biznese, aspekt që gjeneron punësim, krijon të hyra. Që nuk ka ndodhur kohëve të fundit. Po, atëherë faktikisht ato si remitenca për investime. Shteti duhet më ofru më shumë lehtësinë të tatimore, duhet parcela, për shembull ka 5 vite mos me pa kosto, pa obligime financiare. Pastaj zonat ekonomike do duhet çdo komunë ka. U fol për zonën ekonomike të Gjakovës, por mbeti vetëm si projekt në letër dhe asgjë tjetër. Duhet gjetë mekanizma zbatues. Sepse në ekonomi, teoria ekonomike do duhet shkrihet në praktikë. Neve në mungon faktikisht në nivel nacional një strategji kombëtare për zhvillimin ekonomik të Kosovës,
që asë një qeveri nuk e ka bo, veç ka pas një qeveri 16 fletë apo 20 fletë, që ka bo copy-paste një x shtetit saktuar, ajo asë ko që shmo implementu, fare nuk o. Është pa pranueshme me sistemet tona dhe ligjet tona, vërtet. Unë, për shembull, do duhet një ekonomi që mund mu krahasu të ardhmen, për shembull, të Kroacisë apo do vendet e ose nësë mund mu krahasu me Gjermaninë apo me Zvicrën, se ka specifika tjera, kushte tjera, standard tjetër. Mirë po me përgatit, për shembull, një strategji kombëtare, afat gjatë, për shembull, për 10 vjet, 15 vjet e ardhshme, me sponsorizu shteti edhe veç me implementu atër. Edhe kushdo qeveri që vjen, që aty ku ka mbet, sikur që është ndodhë për shembull në Amerikë ose diçka, që aty ku ka mbet agjendën, me vazhdu agjendën, edhe populli me qenë i lumtur, me qenë i kënaqur, me qenë ditë me ka votuar edhe jo me fol aty në parlament me fyerje. Ata na i kena zgjedh ata me kriju ligjet mira, me implementu ligjet mira, asgjë tjetër. Nuk më intereson kush është, çka bën, ose është burrë mirë ose ku ta di ose e vërtetë. Ashtu që është personale, private ato. Unë sa po më ngret me qenë mu ty tjetër qytetarë, sa po ngret me qenë që ja kom dha votën. Shumë e vërtetë. Faleminderit shumë. Ju lutem. Do doja ta përmbyllje me një mesazh për këto familje tona që e përmendët disa herë që janë duke mbijetuar. E ndoshta do ta doni një mesazh se si ti kalkulojnë ato shpenzimet e tyre që të mos mbijetojnë, por të jetojnë. Mesazhi im është që familjet, çdo qytetar, çdo familje të mendoj sipas logjikës ekonomike, rinia sidomos duhet ta krijojë identitetin e vet, zërin e vet, e mos ta nshojnë Kosovën. Të po ta krijojnë jetën në Kosovë, e mos friksohen për njerëzve të politikës, apo mos mirën me agjentura politike të saktuar, po të mirën me vetveten, me familjet vete, të krijojnë, të ndërtojnë jetën, çdo kush në punën e vet, në profesionin e vet. Faktikisht, sepse baza ekonomike përcakton superstrukturën juridike, dhe vetëm nëse ekonomikisht jenë të fuqishëm edhe krijojmë një ekonomi funksionale, duke nisur nga ekonomitë e vogla, të mesme, të mëdha dhe ekonominë kombëtare, faktikisht atëherë politikisht do të ishim të pathyeshëm, të fuqishëm, edhe nuk do duhet për që 20 vite tjetë bisedimi Kosovë-Serbia, dhe ekonomia është diçka që i bashkon familjet, i bashkon popujt, zbutën dhe raportet me rajon. Mirë, po për më zhvillu, do duhet jetë e hapun. Për shembull, në këtë rast tregtia, shtyllat tregtisë është shumë që e zhvillon ekonominë me vendet e rajonit. Mirë, po në kuadër shtyllat të tregtisë, eksporti, importi, edhe mesazhi do të mendoni dhe veproni vetëm sipas logjikës ekonomike, jo sipas logjikës politike. Po, faleminderit shumë. Ju lutem, Faleminderit. Kemi përmbyllur këtu diskutimin me ekspertin e çështjeve ekonomike, zotin Jakub Bellaqa. Faleminderit që na ndoqët, vikend të mbar dhe takomi të shtunën e radhës. Mos harroni të na përcjellni edhe në rrjetet sociale. Mirëmbëjtje.